Antonio Marko, një mbrojtës me eksperiencë i ardhur në merkatin e janarit. Si ndjehesh fillimisht tek skuadra e Beslidhjes? Në jem si në shtëpi, sepse këtu kam gjetë edhe shumë shok me cilët kam luajtur përpara, bashkë me profesorin me Visin që e kam pas trajner përpara, Renaton, drejtorin me cilin kam luajtur futboll, kështu që çdo gjë ka qenë shumë mirë. Më kanë prej shumë mirë dhe ndihem shumë mirë. Një lojtar profesional do thoja unë, por ndërkohë që ju arritët të shënonin edhe golin. Si e ndihet realizimin e golit? Merite krujës herë për krosimin e asistin. Thjesht adin jam shumë i gëzuar, falenderoj Zotit sepse adin kjo ishte misiora jam e dytë dhe fillova edhe realizova. Kështu që shpresoj që të vazhdojmë me këta rezultate dhe unë mundem me kontribu jo vetëm mbrojtje, po edhe në sulm, pse jo. Skuadra e Beslidhjes tashmë është e ditur se ka objeksion daljen në kategorinë e parë. Ajo që thatë pak më përpara kontributi juaj do të rritet kjo përgjegjësi do të thoja unë tek ju personalisht? Me thonë drejtën përgjegjësia shumë e madhe të unë dhe të tonë sepse presidenca i ka kriju të tona kushtet e mundshme si një ekip Superligët. Dhe kështu që të kenë tona kushtet në rregull, përgjegjësia është shumë e madhe. Por kjo përgjegjësi uroj që të kthehet domethënë në forcë dhe në gëzim, në motivim që ne me realizu ato objektiva që kena. Pavarësisht nga fakti që luajtet me një skuadër superiores Kosovës, unë nuk pash ndonjë diferencë madhe midis ekipeve, ndërkohë që në javën e parë të fazës 2 presim ekipin e Basanjës. Si e mendoni këtë ndeshje ju? Është e vërtetë që sot shkoi çdo gjë mirë edhe duhet me u falenderoj ta ndjemt të tonë që luajten. Dhe kjo të regon edhe herë që unë besoj që ekipi është shumë mirë, kjo edhe falë mërkatos që ja bo qysh në verë edhe tesh në januar, kështu që përsoj përket ndeshjes të parë duhet me vlerësu çdo ndeshje, sepse sot gjithkush din me luajt futboll dhe neglizhenca është ajo që e vret futbollistin, si më thënë. Kështu që për ne rëndësi ka që me u motivu çdo ndeshje si sot. Kështu që nëse motivohen në këtë mënyrë nuk ka asnjë lloj dyshimi që ka më nejë çdo gjë më. Ju e vutre sot se edhe pse ndeshja miqësore tifozëria lezhjane ishte e bollshme në stadium. Cili është mesazhi juaj për këtë tifozëri të zjarrt? I falenderoj për mbështetjen, sepse e vërtetë edhe pse ishte miqësore kishte shumë tifoz. Unë kam pa që edhe fazën e parë tifozëve ka qenë shumë dhe jam shumë i bindur që kanë me vazhdu më ushtu, sepse të ushtu rezultatet, të ushtu sukseset, kanë më kthy edhe herë ajo entuziazmi i tifozëve Beslidhjes. Kështu që uroj shumë me zemër që t'i ndërrojmë.